Përshëndetje. Sot do t'u tregoj oborrin tim që e kam dekoruar vetë. Këtu kam një rrënjë portokalleje dhe e kam dekoruar me lëkurën e lejthive, sepse nuk e lejon barin që të dalë dhe është diçka e veçantë dhe rron shumë. Nuk prishet me vite. Këtu e kam lyer me pak bojë të kuqe, brenda me ngjyrën gri. E kam mbjell aloe vera greke që të dalë edhe bukur, edhe të rriten e t'i ruajnë përshëndetin. Me një orë punë, ja sa mirë që duket. Tani dëshojmë tek një aloe vera tjetër që e kam mbjellur këtu. Kjo quhet aloe vera ascendente, e cila është aloe vera më e mirë dhe më e fuqishme në vitamina. Kjo është më e mira. Shkojmë këtu përsëri në obor. Këtu është një lule shpatore e bukur, ndërsa në obor është aloe vera që rritet më së shumti në vendin tonë. Kjo është edhe e bukur dhe e shëndetshme. Duke ditur vlerat e saj, përse të na mungojnë në oborret tona. Është e pastër, nuk të bën mbeturime dhe e mrekullueshme për shëndetin. Ja sugjeroj që të zbukuroni edhe ju oborret e juaja në këtë mënyrë.